Qoftë lëvduar Jezu Krishti, mirëmbrëma për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku kundërmësorën. Sot është festa e Shën Tomas Apostull. O hyj Maria në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Ti që shkëlqen me dritën më të madhe e radhës së apostujve, prano to mirëdashës, lavdë që ty të thurim. Ty në selit e ndritshme vendos dashuria e Krishtit, ti i gatshëm prej dashurie, lakmon të vdesësh për mësuesin. Ty të mundon dëshira kur të tregojnë vëllezërit, për siguri do që të shohësh duke prekur në plagë Jezusin. Me sa gëzim të zemrës, atë e shikon me dhembje, e thua se i beson hyjit që e adhuron me valë të shpirtit. Por ne që nuk e shohim, më empreh në ty bëhet feja, e zjarë dhe më e fuqishme, ku ne kërkojmë dashurinë e Krishtit. Krishtit i qofte tër lumnia, që ne me lutjet e tua, të na jap në fe duke ecur, pareshtur atë të shohim. Amen. Antifona e parë. Zotri, ne s'dim ka po shkon, si pra mund ta dim udhën? Unë jam udha e vërteta dhe jeta. Psalmi 116. Besoj edhe atëherë kur më duhet të them, jam i pafat për së tepërmi. Në hutimin tim kam thënë, rena cak është çdo njeri. Si do t'ja shpërblej Zotit për të gjitha të mirat që mi ka dhënë, do të ngrej gotën e shëlbimit, e me nderim do të thëras emrin e Zotit. Do t'i kryej kushtet e mia bërë Zotit, në praninë e mbar popullit të tij, e çmueshme është para Zotit vdekja e shenjtërve të tij. O Zot, unë jam shërbëtori yt dhe biri i shërbëtorës sate, ti i këpute hekurat e mi. Ty do të ta kushtoj flinë e lavdit, me nderim do ta thëras emrin e Zotit. Do t'i kryej kushtet e mia bërë Zotit, në pranin e mbar popullit të tij, në oborret e shtëpisë së Zotit, midis teje o Jeruzalem. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Zotëri, ne s'dim ka po shkon, si pra mund ta dim udhën? Unë jam udha e vërteta dhe jeta. Antifona e dytë. Kur erdhi Jezusi, Toma nuk ndodhi me apostujt e tjerë, i thanë sënësit e tjerë, e pam Zotrin, aleluja. Psalmi 126. Kur Zoti i ktheu robërit e Sionit, na dukej si të ishim në ëndër, atëherë goja na umbush me gaz, e gjuha jonja thoshte këngës së gëzimit. Asohere thuhej ndër pagan, Zoti bëri për ta punë të mëdha, vërtet Zoti bëri për ne mrekulli, e zemrat na umbushën me gëzim. Kthej o Zot robërit tanë, por si po rrejnte mes ditës, ata që mbjellin me lot, dehle të korin me gëzim. Në të shkuar ecnin e qanin duke mbartur faren për ta mbjell, kurse në kthim do të vinë plot gëzim, duke mbartur dorëzat e veta. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Kur erdhi Jezusi, Toma nuk ndodhej me apostujt e tjerë, i thanë nxënësit e tjerë, e pam Zotrin, aleluja. Antifona e tretë. Shtjerë gishtin të në shenjat e gushtave, mos si njeri që zbeson, por besimtar, aleluja. Kënga krahaso letrën drejtuar Efesianëve kapitulli i parë. Qoftë bekuar hyi, Ati Zoti ton Jezu Krishtit, i cili na bekoi me çdo bekim shpirtëror, në qiell në Krishtin, në të na zgjodhi, para krijimit të botës, që të jemi të shenjtë e të papërlyer. para ti në dashuri, Ai na parashënoi për vete, të jemi bi në shpirt, në sajë të Jezu Krishtit, me pëlqimin e vullnetit të vet, për nder të lavdisë së hirit të tij, me të cilin na pajisi me anë të dashurit, në të në sajë të gjakut të tij, e fituam shpërblimin, në të na u falën fajet, me anë të begatisë së hirit të tij, të cilin hyje e ndikojnë në ne. bashk me çdo urti e kuptim, Ai na vuri në dieni,
mbi misterin e vullnetit të vet, synim që lirisht kishte vendosur, qysh më parë ta kryente në të, kur të plotësohej koha, të vërë çdo gjë nën kryesinë e Krishtit, të gjitha qenësit, që janë në qiell e në tokë, lavdioatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Shtjere gishtin tënd në shenjat e goshdave, mos i njeri që zbeson, por besimtar. Aleluja. Leximi i shkurtër marrë nga letra drejtuar Efesianëve kapitulli 4. Krishti i dha disa apostoj, disa tjerë profet, disa prapungjilltar, do të tjerë barinj dhe mësues, që shenjtrit i bëj të aftë për veprën e shërbesës, për ndërimin e trupit të Krishtit, deri që të gjithë ja arrijnë njësisë së fesë dhe njohjes së Birit të hyjit, deri në gjendjen e njeriu të përsosur, deri në masën që i përket pjekurisë së plotë të Krishtit. Përgjigja e shkurtër. Shpallni në mes të popujve mrekullitë e Zotit. Shpallni në mes të popujve mrekullitë e Zotit. Kumtoni në mbar kompet. Mrekullitë e Zotit. Lavdioatit e birit e shpirtit shenjtë. Shpallni në mes të popujve mrekullitë e Zotit. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. I vura gishtin në varën e goshtëve dhe dorën në krahrorin e shpëruar dhe thash: Zoti im dhe hyji im, aleluja. Kënga e Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me harej brohorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqem mbi shërbëtorën e vet të përvuajt. qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni me brezni. për ata që e druajnë. E tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, I rrëzoi princat prej fronëve të tyre. e lartësoi të përvuajturit, Me të mira i mpushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar thatë, I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet. duke e sjell në mend mëshirën, Si u apati premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdioatit e birit e shpirtit shenjtë. si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. E vura gishtin në varrën e goshtëve dhe dorën në krahrorin e shpëruar dhe thash: Zoti im dhe hyji im. Aleluja. Lutjet e besimtarve. Të ndërtuar mbi themelin e apostujve, ti lutemi Zotit, hyj të gjithë pushtetshëm, për popullin e tij të shenjtë dhe t'i drejtohemi duke i thënë: O Zot, le të bjerë në mend për kishën tënde. O atë, ti deshe që biri yt i ngjallur prej së vdekuri, së pari t'u lajmërohet apostujve. Bëj që të jemi dëshmitarët e tij deri në mbarim të botës. O Zot, le të bjerë në mend për kishën tënde. Birin tënde dërgove në botë, që të varfërve t'u shpall lajmin e gëzueshëm të shëlbimit. Bëj që ungjilli t'i predikohet çdo krijese. O Zot, le të bjerë në mend për kishën tënde. Birin tënde dërgove që ai ta mbjell faren e fjalës. Bëj që edhe ne që në vuajtje e mbjellim faren me gëzim të korrim. O Zot, le të bjerë në mend për kishën tënde. Ti e dërgove birin tënd, që me gjakun e tij ta pajtoj botën me ty. Bëj që të gjithë ne të marrim pjesë në pajtimin tënd me botën. O Zot, le të bjerë në mend për kishën tënde. Birin tënde vure në qiell në të djathtën tënde. Merri në mbretërinë e të lumturve të vdekurit tanë të dashur. O Zot, le të bjerë në mend për kishën tënde. Aty ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi.
Bëj po të lutemi o hyj i gjithë pushtetshëm, ta kremtoj me gëzim festën e Shën Tomas Apostull, që me ndërmjetësinë e tij e në saj të festë, ta kemi jetën në emër të Krishtit, të cilin ai e dëshmoi për sot, i cili me ty në bashkim me Shpirtin Shenjtë jeton e mbretëron për të gjithë shekujt të shekujve. Amen. Zoti na bekoft na ruajt për çdo së keqi dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.